Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas traditë që nëse dikush ka qenë i sëmur apo i godit apo i plagost, ja ka larguar të menduarit e keq. Ka thënë pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam në hadith: asnjëri pi juve mos ta shpresojë vdekjen nga ndonjë zorr që i ka zbrit, nga një zarar që i ka zbrit, nga një vështirësi që i ka zbrit. Ka thënë, e nëse së në rri pa ba dua, le thoje qështu: o Allah, mjep jetë dërsa jetë është hajrë për muë, e ma merë shpirtin nëse vdekja është më hajrë për muë. Më stuju në vdikja, ka dale, ka mundësi Allah u gjelua e banë më hajrë se ajo. Apo, andaj, gruja e Ebu Selemes, Ummu Seleme, kër i ka shku për nga mberi së Selem dhe i ka thanë: sabër, më stuju diqka qka zbohet, qka zdut me thanë. Ka thanë: lutu Allah me të shpërblime më hajrë. Si dijet jetës. Edhe ka thonë Ummu Seleme, Ummu Seleme gruja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Para asaj ka pas një burr tjetër. Edhe i ka thonë me veti, jo, ka thonë: ku ka be më hajër mas burrit tëm? Zbat, s'ka më të mirë se ky më. Thot, a unë nuk e kisha ditë se te Allah ja më shkruaj me gruaje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Avon, sugut, ta bëjmë sa mostoj, domon ma mor shpirtin Allahu gjasë zbat hajër. Jo, ka mundsi bëhet hajër, sepse Allahu te bareke ve teala e don sabrin e robit. Gjithashtu djetarë kanë thanë, nëse njeriu goditët me një sprovë që ja merr mendja se ja prek fejen. Kanë thënë djetarë, përjashtohet duaja me vdek. A lejohet me vdek, thotë Ebu Hurajra, une kur ka ndodhur disa fitnë për sahabëve, janë rrugë sahabët me zveti, ka bëu dua, ka thënë: o Allah, merr ma shpirtin. Apo e sahabët, disa tabiin që janë qenë atje janë çudit. Ka si ka mund që Ebu Hurajra ja kanë kallëzuar ditën. Çka Ebu Hurajra ja ka kallëzuar? A ka thonë për sa musulut me vdek? Ka thonë nuk është kjo ditë për ta. Ka thonë kjo ditë është kur të veten i smuje. Apo ta merr Allahu dikam prej evladëve, apo të vdes dikush, sprovë dunjës. Ka thonë unë po tutna për fejen time. Lejohet njëri kur tutet për fejen e vet. Domthonë se ja merr mendja, se ndodh fitnë e madhe. Edhe ka mundësi shkon imani atij. Bën çka Zoti na rujt. Ata lejohet me thonë: ja Rab, merrem para se më ndodh kjo sprovë. Andaj kër ka shku me bo haqë Omer Khattabi, edhe ka pas shumë njerëzin në pushtetin e vetë, edhe ka ndodhe disa prej fitneve, apo edhe ka shku në haqë edhe ka bo dua. Ka thënë: Allahumme keburat sinni, ka thënë: o Allah, jam shtynë mo shumë, o dhaufet kuweti, dhe më janë dupsuar kuvetet e mija, s'kam kuvet, o në të sharat raijeti, shumë popull kam me udheq, s'muj me udheq kejtë ta. Pasaj ka thënë: faqbidni ilejke gajra mudajji'in wala mufarrit. Ka thënë: o Allah, merr ma shpirtin duke mos qenë në neglizhent ndaj teje. Lejohet me bë njëri dua, me amor Allahu xhelora shpirtin nëse ai tutet për fitnë. Andaj prej ulemave, i cili është i shquar shumë në mesin e muslimanëve, keq to hadithe që bikazojnë transmeton Buhariu, ki Buhariu, kush ka qenë vëzër, e ka zonë një rast për Imam Buhariun. Imam Buhariu vëzër ka shku një ditë për ditëve në një pjesë të Afganistanit të sotshëm, sepse Buhariu vjen për asaj pjesë, Bukharës, apo pjesë e cila është nga Afganistani i sotshëm. Edhe e ka thirrë një hoxh misafir. Imam Buhariu, njërin dietar më të mëdhej të se i ka pa kjo dunjë. Nxënësi Imam Ahmedit ka qenë, rahimahullah. Edhe kur e ka thirrë misafir, ai hoxha ka mendu pi larg se Buhariu nuk ka qaçi madh sa e kanë bën njerëzit. I ka dal nami Buhariu, po i bën njerëzit plus hoxhë kon. Edhe u kon hoxhë i sunetit. Edhe ka thirrë misafir, hajde ka dhënë më ders te veni jon. Kur ka shku te veni atij, 15000 veta i kanë dalë me e prit. 15000 veta kanë dalë me e prit. Vesh me e prit. Kur e ka pa ki hoxhë që e ka thirrë, i ka ra pishman. Ka thonë: ky e mushi qytetit. Ka mojt dërës u shtu numri i njerëzve që kanë ardhur të pranishëm. Atëherë ka filluar me e mori zili. Edhe e ka bërë një lloj manovre që t'ja hupe namin. Kështu njeri është i çuditshëm vallahi, Allahu na rujt edhe i rujt zemrat tona, ya Rabbel Alamin. Edhe shiko, vetë ka thirr, dhe s'e ka duru namin e tina. Atëherë që ka ndodhur, ja ka bërë një fitnë. Edhe ka dalë pi venit, ja ka marrë këtë nxallsat. Veç Imam Muslimi i ka met. Këtë dëgjonim Buhariu, Muslimi. Ki Muslimi, kemi përmenë historinë e tina, Muslimi ibn Hajjaj, prej dietarëve të muslimanëve. Veç që ky,
edhe ka shku me një katon ndaj vet. Edhe thot nxënësi i vet, thot u çu me fal namaz. Ja nisi mu fal, e thonte, o Allah merr më shpirtin. O Allah merr më shpirtin se jam të duruar. Pa faj kam bodam. Andaj sa njerëzit ngarkohen vëzër pa faj. E ka mundësi dikush thotë, ja Rab, lutet si Imam Buhariu. Çish del ki me farftire del para Zotit xhelel xhelalu. A keni bash pas që shtojnë na fjalët? Ka mundësi ti kanë lëndon valla. Ka mundësi ti kanë javan pilim jetën. Ka mundësi ti kanë bash më shkaktar vdekjes. Apo ruaja atë fjalë. Ruaja, njëri thotë, po unë çështo menova, po ti menove po kanë arski men. Po ti se ke menu mirë. Shiko ki hoxhu kon. Ja ka ranu ka thotë, o Allah merr më shpirtin. Thotë unë e mëshiroj thotë o hoxhu, ka dalë? Jo. Thotë edhe vdiq. Thotë di vete ja kena fal xhenazën. Di veta veç. Ja kena fal xhenazën. Apo pi familjarëve. I treti Imam Muslimi. A e njeh sot dikush mbot Imam Buhariu? Se sa imam? S'ka këtë bota e njeh Imam Buhariu. Pa u konë që ki Buhariu as ka fe. Heke Buhariu jetë pa fe. Që ki njeri ka vdek me 3 veta që ja kanë fal xhenazën. Pse? Andaj kanë thënë dietar lejohet nga argumentet të shumta që njeriu nëse tutet për fenë vet me thonë o Allah, merrem para se më godis prova. Ndërsa pejgamberi alayhis salam ka thënë hadith, o Allah, kur do mi sprovu do njerëzi, faqbidni ilayka ghayra maftunin. O Allah, merrem te ti pa më sprovu mua ya rabbul alamin. Kështu alut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është për argumente se pejgamberi alayhis salam e ka lejuar që njeriu të lutet me diçka e cila ja teston dhe ja bjen në test fejen e tina.